Aida Hajnaj përjashtohet nga rikandidimi për një post të dytë në krye të Byros Kombëtare të Hetimit. Mësohet se Hajnaj nuk dorëzoi dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të caktuar nga Komisioni për Zgjedhjes deri më 7 maj, përpasoj u përjashtua nga e drejta për rikandidim. SPAK pritet të hap garën për kandidatura të tjera, të cilat do t'i nënshtrohen disa procedurave. Procesi i emërimit të drejtorit të ri do të kryhet duke kaluar në 7 faza: testi i arsyetimit logjik, kontrolli mjekësor, testi fizik, ese me shkrim, intervizë dhe më pas bëhet verifikimi i figurës, deklarimi i aseteve dhe testi i poligrafit. Zonja Hajnaj nuk do t'i nënshtrohet procedurës së riemërimit, pavarësisht shfaqjes së interesit për një mandat të dytë, pasi zonja Hajnaj nuk dorëzoi dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të caktuar nga Komisioni për Zgjedhjes. Mosdorëzimi i dokumentacionit mbyll procedurën e mëtejshme të riemërimit, thuhet në njoftimin e SPAK. Në progrurinë e posaçme ishte hapur procesi i riemërimit të Aida Hajnajt në krye të Byros Kombëtare të Hetimit. Vet Hajnaj kishte shprehur që më 28 mars interesin për një mandat tjetër 5 vjeçar, pasi më 31 gusht mandati i drejtores aktuale të Byros Kombëtare të Hetimit përfundon.